الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, ata e falenderojmë për mirësitë, dhuntit, begatit, i cili vazhdimisht na gëzon dhe na dhuron. Kurse salavatet dhe selamet ja dërgojmë njeriu më të zgjedhur mbi sipërfaqen e tokës, shpirtit më të pastër, Muhammedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi në një muaj të bekuar, ku ky muaj i bekuar duhet kuptohet në mënyra të ndryshme, që njeriu ta fillon një muaj të Ramazanit duke shpresuar tek Allahu Azza wa Jall që ky muaj të jetë muaj i fillimit apo muaj i rikthimit apo një muaj i cili e fillon një jetë të re dhe ndryshon në shpirtin e tij, në pastrimin e shpirtit të tij, në pastrimin e zemrës së tij, të ndikon në devotshmërinë e tij, në afrimin tek Allahu Azza wa Jall dhe të bëhet shkak ky muaj i bekuar i Ramazanit që ne kur ta fillojmë këtë muaj të Ramazanit të jetë ky muaj i Ramazanit një kurs apo të jetë ky muaj i Ramazanit një shkollë, një medrese që të ndikon dhe reflekton në jetën tonë dhe në rifillimin e një jete më të re, më ndryshe nga ajo të e kaluara, të jemi më të devotshëm, të jemi më të mirë, të jemi më të afër tek Allahu subhanahu wa taala. Ajo e cila neve na intereson në muajin e Ramazanit, vëllezër të nderuar, është që e para ne t'i lidhim raportet me Allahun Azza wa Jall. Pika e parë është që njeriu të pendohet tek Allahu subhanahu wa taala, të kërkon falje dhe istikfar, që ta pastron zemrën e tij, ta pastron shpirtin e tij në hyrjen e Ramazanit. Dhe kur fillon njeriu në këtë lloj mënyre, atëherë dije se zemra e tij fillon të pastrohet dhe fillon më afër të afrohet tek Allahu Azza wa Jall. Dhe kjo është shumë më rëndësishme kjo pika, sepse prej këtu fillon pastaj që Ramazani të reflekton më bukur në shpirtin tonë, në zemrën tonë, të reflekton pastaj dhe leximi i Kuranit, të reflekton pastaj taravia dhe namazi i natës dhe nuk të jetë, mos të jetë agjërimi vetëm se ne të ndalemi, të abstonohemi nga ushqimi, nga pija, mirë po të jetë kjo e cila do të na shërbejë neve tan jetën tonë duke u premesuar në shumë aspekte. Aspekti i parë është që njeriu të mendon pozitiv, që logjikën e tij ta përdor vetëm në anën pozitive. Pastaj zemra e tij të jetë një zemër e cila do të jetë e afër me Allahun Azza wa Jall, zemër më e devotshme që të ndjen ëmbëlsinë e agjërimit, ta ndjen frikë respektin në namaz dhe të ndjen më i kënaqur gjatë leximit të librit të Allahut Azza wa Jall. Për atë dhe tha një fjalë, e tha Uthmani radhiyallahu anhu, tha law tahurat kulubuna ma shabihat min kalami rabbina. Sikur të ishin pastruar zemrat tona, nuk do të ishin ngopur nga leximi i Kuranit. Dhe këtë e shohim ne në Ramazan, se njeriu kur agjeron dhe njeriu pastaj fal namaznate dhe mundohet që të bën një hat me 2 dhe 3, kush më pak dhe më shumë, e sheh se fillon të filtrohet zemra, të filtrohet shpirti dhe fillon të mendon ndryshe dhe ndikon pastaj edhe në sjelljen, në moralin e një besimtarit. Dhe kjo duhet të jetë vazhdimsi dhe pas Ramazanit. Për fat të keq, disa nga besimtarët pasi që e han drekën e Bajramit, ai mendon se me kaq ka mbaruar, ka qenë një muaj sezonal i cili janë bërë adhurimet e caktuara nga agjerimi, taravia, e kështu me radhë dhe pastaj fillon jetën e hershme që ka kaluar dhe jemi dëshmitar se sa vite kanë kaluar të Ramazanit, ne nuk e kemi pas si piknisje si ne ta ndryshojmë jetën tonë. Si të bëhet Ramazani shkak për të na shtuar neve devotshmërinë, si të bëhet shkak Ramazani neve për të na shtuar moralin dhe sjelljen, si të bëhet shkak agjerimi për të na ndryshuar jetën tonë në përgjithësi me raportin me Zotin së pari herë, pastaj raporti me krijesat, me njerëz, me shoqërinë atje ku gjendemi ne. E Ramazani e ka këtë mesazh që besimtari të del nga ky muaj i Ramazanit, të del një njeri më i devotshëm,
të del njeri më i sjellshëm, të del njeri më me moral, më me etik, më njeri i vishëm dhe me mendime të jetë pozitive. Dhe kështu që Ramazani, nëse ne kemi ruajtur gjuhën tonë gjatë Ramazanit, që mos ta prishim Ramazanin, atëherë duhet që edhe jashtë Ramazanit të vazhdon jeta jonë duke ruajtur gjuhën tonë. Nëse ne në Ramazan mundohemi ta ruajmë shikimin tonë, atëherë të vazhdon që dhe shikimi jonë të jetë edhe i ruajtur edhe pas Ramazanit. Nëse ne kemi ruajtur zemrën tonë nga shumë gjëra, sidomos nga mlefi, që të pastrohet zemra jonë nga hasedi, nga xhelozia, pastrohet zemra jonë nga çdo dyshimi, nga çdo cytje, nga cytjet e njerëzve apo nga cytjet e shejtanit, që njeriu të jetë me zemër bardhësi. Dhe kështu nëse fillon ta mendon agjërimin, që kur të futet në muajin e Ramazanit dhe të agjëron në kësaj lloji, atëherë dije se do të del nga Ramazani një njeri tjetër dhe jeta e tij do të ndryshon komplet dhe do të jetë një rifillim e jetës së një besimtarit që Allahu Azza wa Jall kërkon nga ne, që thot la'allakum tattaqun. Fundi i këtij kësaj është që njeriu të jetë më i devotshëm, të jetë më me frikë respekt, të jetë njeri më i devotshëm tek Allahu subhanahu wa taala. Elusim Allahun Azza wa Jall që Allahu subhanahu wa taala të na i pranon agjërimin, na i pranon veprat e mira, të na bën më të devotshëm, të na bën besimtar më të mirë, që do të reflekton kjo pastaj në gjymtyrën tona, në sjelljen tonë, në mendimet tona, në zemrën tonë, në shpirtin tonë dhe të reflekton pastaj tek tjerët, tek besimtar, tek familjarët tonë. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu subhanahu wa taala të na i pranon agjërimin, të na i pranon veprat e mira dhe të na shpërblej në xhenetin e Allahut, atje në derën Rayyan, ku Allahu Azza wa Jall i ka premtuar besimtarëve agjërues që do të hinë agjëruesit në ata. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.